dhe bashkëpunimi shumë intensiv është në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës në fushën e mbrojtjes, trajnimit, edhe të armatimit dhe në gjitha fushat e sigurisë. Pastaj vinë shtetet evropiane si janë Anglia, Gjermania, pastaj kem shtetet e regionit këtu, Kroacia, Turqia dhe Shqipëria që janë shumë të rëndësishme në raportet e bashkëpunimit, qoftë shumë palë, qoftë dy palëshe që ka Kosova. Do thotë Kosova nuk e bën këtë dallim, as nuk është në garë se me cilin do të zhvillon bashkëpunimin ma intensiv, mirë po Kosova ka interes se ushtrinë e vet ta pajis me mjete moderne dhe mundësisht sa më shpejt në kohë dhe me koston ma të lirë. Ju keni parë frytet e para të aleancës Turqi, Kosovë, Shqipëri, apo është ende herët? Në një bashkëpunim tripalsh nuk mund të flas në këtë drejtim, por në bashkëpunimin dypalsh me Turqinë është në gjitha fushat e bashkëpunimit ushtarak, bashkëpunimit sigurisë, edhe të tregtisë, të blerjeve, të armatimit, pajisjev, mirë po kjo fatmirësisht ka shkuar në një shkollë shumë më të lartë, nuk është në blerjen e armatimeve, por në bashkëpunim që i ka mundësu Kosovës, i ka mundësu Ministrisë Mbrojtjes që të ngrisë për herë të parë në historinë e vetë, në historinë e shtetit të Kosovës, të ngrisë industrinë ushtarake. Dhe kjo po ndodh pikërisht me Turqinë, sikur që është e drejta dhe investimi i Turqisë për me ngritë një fabrikë për prodhimin e dronëve në Kosovë dhe pastaj edhe fabrikën e municionit. Kjo për Kosovën dhe për sigurinë e Kosovës është një arritje shumë e madhe, sepse për neve është shumë e afërt lufta çlirimtare, sepse janë edhe njerëz që kanë qenë pjesëmarrës dhe bartë të asaj luftës, luftëtarët e gjallë janë, disa janë ende në ushtrinë e Kosovës me shërbim. Problemi kryesor në luftën çlirimtare ka qenë jo vetëm sigurimi i armatimit, por sigurimi i municionit. Paramendo kur luftarët i kanë front dhe kanë qëndru me fyshek të numëruar. Kjo nuk përsëritet dhe nuk do të përsëritet me ushtrinë e Kosovës dhe ne jemi shumë të gëzuar. Gjithë ata që kanë pas punë me mbrojtjen, me ushtrinë, me luftën çlirimtare, këto e përjetojnë si një fazë shumë të avancuar të shtetit. Ju thoni që Kosova është në gjendje edhe çdo ditë po përmirësohet që mund t'i bëj ballë edhe një sulmi të Serbisë. Nuk duhet shkrohet pyetja kështu, sepse raporti i forcave në mes të Serbisë dhe Kosovës, qoftë në popullat, qoftë në armatime, qoftë në potencialin e mobilizimit ushtarak, është shumë disproporcion i madh. Mirë, po Kosova ka marrë gjitha mosat ushtarake të organizimit, të pajisjev me armatim, me logjistik, me teknologji, dhe përgatitet për çdo sulm eventual mbrojtës që të mbrojë territorin e Kosovës. Dhe kur do që ndodhë ky sulm, na urojmë që mos ndodhë, Kosova do të dinë me mbrojt territorin e vet dhe shtetin e vet dhe do të jetë në gjendje me mbrojt, territorin e vet, sepse ne jemi në tokën tonë, në dheun tonë, në shtetin tonë, dhe ai që do të sulmon do ta ketë çdo herë shumë më të vështirë. Pastaj kur t'i shton kësaj edhe aleancat që ne kemi me shtetet mike dhe me vetë prezencën e NATO-s që është e përfaqësuar përmes KFOR-it këtu në Kosovë. Mirë po Kosova, qeveria e Kosovës, Ministria e Mbrojtjes, Ushtria e Kosovës janë duke punuar maksimalisht që të kryejnë detyrat e shtëpisë. Ajo çka ju jep nënkuptoj me këto detyra shtëpisë është misioni që e kanë me ligj, me kushtetut në mbrojtjen e integritetit dhe sovranitetit vendit. Ju e tha që do mbështetemi edhe sigurisht tek aleatët, patjetër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleati i madh i shqiptarëve, por nga këto dy linjat që ju i njihni më mirë të komunikimit, të Dashit edhe të Pentagonit, kjo e ushtrisë duke sikur nuk është cënuar nga ajo që më thatë ju, po tek ajo raportet politike me qeverinë Kurti sikur ka një ngërç, apo nuk besoni që mund
ndikoj negativisht në të ardhmen? E para, esenca e bashkëpunimeve në mes shteteve është aleanca në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, edhe bashkëpunimi në fushën ushtarake. Kosova ka një bashkëpunim shumë intensiv me Shtetet e Bashkuara. Është bashkëpunimi më intensiv. Nuk ka ditë të muajit edhe të vitit që një delegacion po menoj për trajnime nuk është në SBA, ose e kundërta nga ushtria SBA-s se nuk është mrena e kazermave të FSK-s. Do thotë është një bashkëpunim shumë intensiv. Pastaj në fushën e shkollimeve, ato që thamë në fushën e trajnimit dhe deri te armatimi dhe pajisjet me armatim, dhe kjo asnjëherë nuk është cenu dhe kjo vazhdon të funksionoj kështu. Dhe na, PSK-ja po menoj, unë s'kam drejt tash me fol në emër të Ministrisë edhe të